Jeta private e udhëheqësve komunistë në Shqipëri ishte e mbushur me mistere, dhe kjo për të vetmin arsye, sepse ato ishin larg pamës, merrnin masa për fëmijët e tyre dhe çdo gjë e bënin në fshehtësi të plot. Nga kjo skem nuk ka dal as Ramiz Alia, i cili teksa ndjente erën e ndryshimeve në vend, mori masa që djali i tij të vazhdonte një jetë më të mirë dhe më të sigurt jashtë Shqipërisë. Pa e njohur askush se ai është djali i Ramizit. Të paktët janë persona që mund të bëjnë lidhje midis Ramiz Alis dhe djalit të tij, pasi ato kanë mbiemra të ndryshëm. Më konkretisht, në vitin 1987, me një vendim gjyqësor, Ramiz Alia i ndryshon mbiemrin të birit nga Aliaj në Bora dhe me identitet të ndryshuar, djali i tij niset drejt Parisit, aty ku ai fillon menjëherë punë në sistemin bankar. Çuditërisht, duke ju referuar të njëjtës periudhë kohore, Liliana Hoxha, nusja e djalit Enver Hoxhës, ka deklaruar publikisht se në këtë 3 vjeçar, nga 87-a deri në 90-ën, Ramiz Alia ka dërguar sasi të mëdha floriri nga Shqipëria drejt Francës me avion special. Por çfarë ka ndodhur më pas me djalin e Ramiz Alis? Ai për shumë vitesh jeton në Paris, ku ka krijuar familjen e tij, ndërkohë që e mban te jetë private jetën e tij familjare. Pas shumë vitesh punë në sistemin bankar të Parisit, tashmë djali i Ramiz Alis ka marrë një post të jetë të rëndësishëm. Arben Bora, djali i ish-presidentit shqiptar, tashmë është emëruar president i përgjithshëm në një kompani lidere në Francë dhe Belgjik për garancitë mbi stoqet. Kjo kompani mbulon kredit për firmat më të mëdha në të gjithë Europën dhe tashmë drejtohet nga djali i Ramiz Alis. Shumë emra të fuqishëm në shoqërinë franceze kanë dashur ta marrin këtë pozicion kaq të fuqishëm, që tashmë e ka djali i udhëheqësit shqiptar. Duket se Ramiz Alia ka bërë plane që pas ikjes së tij nga jeta, fëmijët të kenë një të ardhme të mirë dhe një jetë të sigurt.